Mohamed Salah uron Krishtlindjet, shpërthejnë polemikat në rrjet. Mohamed Salah ka shkaktuar sërish zhurmë, këtë herë jo për golat e tij të jashtëzakonshëm apo për diskutimet rreth armës tij, por për një moment privat që ka ndarë me ndjekësit e tij. Ylli i Liverpool ka publikuar një foto familjare e cila tregon atë duke festuar Krishtlindjet me gruan dhe vajzat e tij para pemës së Krishtlindjes. Ky moment i thjesht dhe i ngrohtë ka tërhequr vëmendjen e shumë fansave dhe mediave duke i dhënë pamje tjetër të jetës së tij jashtë fushës së futbollit. Postimi Mohamed Salah me mbishkrimin gëzuar Krishtlindjet ka gjeneruar një reagim masiv në rrjetet sociale me mbi 50.000 komente dhe më shumë se 500.000 pëlqime brenda vetëm 30 minutash. Megjithatë, shumë egjiptian kanë shprehur pakënaqësinë e tyre në komentet poshtë fotos duke sulmuar 32 vjeçarin. Ata kanë argumentuar se si një person që i përket fesë islame, Salah po shkel disa parime fetare duke i cilësuar urimet për Krishtlindje si të papranueshme dhe haram. Ndaluar, ky reagim ka nxitur një diskutim të gjë rreth kufijve të fesë dhe tolerancës ndërfetare, duke theksuar se gjithsesi Salah vazhdon të jetë një figurë shumë e dashur për shumë njerëz, përfshirë ata që ndjekin besime të tjera. Salah ka treguar më shumë se një herë se i përket besimit islam, futbollisti ka shpërndar shpesh foto së bashku me familjen e tij, duke vizituar Mekën dhe Arabinë Saudite, gjithashtu një nga vendet e shenjta për popullin islamik. Në fakt, tifozët e zjarrt mund të kujtojnë sulmuesin që shpesh lutej në fushë përpara se të fillonte ndonjë ndeshje.